Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wal aqibatu lil muttaqin wala udwana illa ala adh-dhalimin. Wassalatu wassalamu ala rasulina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'a sunnatahu واهتدى بهديه إلى يوم الدين وبعد اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي اللهم سبحانه وتعالى falenderojmë salavatet dhe selamet pejgamberit ton Muhamedit alayhis salam ja dërgojmë dhe lutim Allahun xhelleshanu të na mëson të mirën khairin të na shton diturinë dhe të na sjell dobi nga ajo që e mësojmë. Vëllezër të dashur, fillimisht desha me ju përgëzu me një hadith shumë të madh. Hadithi është hasan, siç e ka llogaritur, klasifikuar Sheikh Albani, Allahu e mëshiroft. Një hadith është shumë i ëmbël, shumë i mirë. Muhamedi alayhis salam ju ka thonë shokëve të tij se yatikum aqwamun yatlubuna al-ilma فإذا رأيتموهم فقولوا لهم مرحبا مرحبا بوصية رسول الله صلى الله عليه وسلم وقنوهم أي وعلموهم. Një ditë Muhamedi alayhis salam ju tha shokëve të tij, tek ju mas vdekjes time kanë me ardhur njerëz shumë për me kërku dituri. Do të vinë generata të tjera dhe të kërkojnë dituri. Për arsye se Muhamedi alayhis salam dituri kalon pas veti. إنما العلماء ورثة الأنبياء فإن الأنبياء لم يورثوا درهما ولا دينارا وإنما ورثوا العلم فمن أخذها أخذ بحظ وافر. Thot Muhamedi alayhis salam, dietarët janë trashëguesit e profetëve, të dërguarve të Allahut. Për arsye se profetët e Allahut nuk kalon pas veti as ari as argjend, kalon dituri. Ai cili e merr ato le ta merr mes të gjitha anët që i kërkon dituria, le ta merr diturin ashtu siç e meriton ajo. E prandaj tha pejgamberi alayhis salam, do të vinë tek ju njerëz pas meje, do të kërkojnë dituri. E kur ti shihni ato, thonë ju, mirë se erdhët porosia e Muhamedit sallallahu alaihi wasallam. Marhaban bi wasiyati rasulillah. Kështu i ka mësuar Muhamedi alayhis salam sahabët, ju thonë, ju jeni ajo këshilla që Muhamedi alayhis salam na ka këshilluar për ju, çka? Me u sill mirë me ju, edhe me ja mësu juve diturin. Hadithi thash është hasan. Vëllezër, për temën e sot do të flasim rreth di çështjeve të dia dalin prej një ajeti. El hasanatu was sayyi. El hasanatu është e mira. Çka është el hasanatu e mira? Është diçka që ka godit një e mirë. Begati, dhunti, bereqet, qoftë pasuri, qoftë ngrue, qoftë në vlat, një badet, gjojat mira, kjo është el hasene. E sejje është e kundërta e hasenetit. E sejje është e keqja, pasuri, në vlat, gjojat tjera, fatketsi, ka godit. E tash, Allahu Gjelleshanu thot në Kur'an, ejnë ma të kunu ju drikkumul maut, wa in kuntum fi burujin mushayyada. Kudo që të jeni ka vdekja me ju qëllu, ka vdekja me arrit. Wa in kuntum fi burujin mushayyada. Edhe nëse keni hip larg kështjella, fortesa të forta që armiku s'mundet me ardh deri te ju, vdekja ka me ardh. Pastaj vazhdon Allahu, thot: "Wa in tusibhum hasanatun yaqulu hadhihi min indillah." Kur i godet një mirë, thon kjo është prej Allahut. Wa in tusibhum hasanatun qalu hadhihi min indillah. Nëse i godet e mira, ju vjen diçka e mirë, një begati, një mirësi, pasuri, diçka dhunti e mirë, thon po e mirë, vjen prej Allahut. Wa in tusibhum sayyi'atun yaqulu hadhihi min indik. Min indik. E nëse i godet diçka e keqe, i thon ti je shkaktar për këto. Muhamedit alayhis salam. Allahu na tregon se kjo ka qenë çka? Cilësia e kujt? Cilësia e munafikëve. Prandaj ne i shohim kjo çështje sot përsëritet. Sa prej sa sot i akuzojnë besimtarët, i akuzojnë hoxhallarët, i akuzojnë thirrësit, ju jeni shkaktar, ju jeni shkaktar.
Kjo cilësi e munafikëve. Nuk ka kjo diçka e re që sot ne e përjetojmë. Për shkak juve s'u kena mri në Evropë. Për shkak juve nuk na pranon kjo. Për shkak juve i thonë, ej, ju jeni munafik, por ne e kena argumentin se kjo ka ndodhur edhe më herët. Allahu xhelleshanu pastaj thot: "Fama li haula'i al-qaumi la yakaduna yafqahuna haditha." Çka është puna e këtij populli, thot Allahu xhelleshanu, që nuk janë gjendje me kuptu as edhe një fjalë. Që vëllezër, sikur se ajetet flasin për kohën e sotit. Fama li haula'i al-qaumi la yakaduna yafqahuna haditha. Çka është puna e këtyre njerëzve, këtij populli, thot Allahu, nuk janë gjendje në realitet, nuk dëshirojnë me kuptu edhe një fjalë. Pastaj vazhdon Allahu xhelleshanu: "Kul kullu min indillah." Thuju se të gjitha janë prej Allahut, edhe hajri, edhe ajo e keqja që ju ka godit. Kul kullu min indillah, fama li haula'i al-qaumi la yakaduna yafqahuna haditha, ma asabaka min hasanatin fa min Allah, wa ma asabaka min sayyi'atin fa min nafsik. E Allahu subhanahu wa taala tash shitjoni vëllezër, pak më parë tha, të gjitha janë prej Allahut. Kul kullu min indillah. Thuju se të gjitha janë prej Allahut subhanahu wa taala. Pastaj thot Allahu xheleshanu: "Ma asabaka min hasanatin fa min Allah." Nëse të godit diçka e mirë, ajo është prej Allahut. "Wa ma asabaka min sayyi'atin fa min nafsik." Nëse të godet diçka e keqe, ti je shkaktari asaj. Ti je, domethënë, ai shkaktari që të ka godit ajo e keqja. Po pak më lart tha Allahu xhelleshanu, gjitha janë prej Allahut. Tash thot e mira është prej Allahut, e keqja është prej teje. Allahu subhanahu wa taala tregon me një ajet ku edhe xhinët, çka ka thonë xhinët besimtar thanë: "Wa inna la nadri asharrun urida biman fil ardi am arada bihim rabbuhum rashada." Ne nuk e dim se a është planifiku që t'i goditet disa njerëz një e keqe, edhe pse gjitha vjen prej Allahut subhanahu wa taala. Por këto me edep të tregun ndaj Allahu xheleshanu, të keqe nuk ja atribojnë Allahut subhanahu wa taala. Do me thonë, Allahu xheleshanu e pësot gjitha janë prej meje. Po asnjëherë Allahu xheleshanu nuk thot që une i godas njerëzit me sherr edhe me të keqe. Edhe nëse vjen diçka e keqe, Allahu xheleshanu, shiqo vëllezër, ne shohim tërmete, ne shohim gjërat ndryshme që i përfshin një pjesë të njerëzve. Edhe thona, subhanallahu, dihet se kjo prej Allahut subhanahu wa taala, fuqi e madhe, se ti ishte prej njerëzve, do të kishin pas ato mundësi ta ndalojnë. E Allahu xheleshanu me këto fatkeqësia që ka i shohim ne, a beson vëllezër se mirësia është dhe qëllimi, urtësia Allahu xheleshanu, kur ndodh diçka e keqe, neve si individa apo një grup njerëzive, këtu ka më shumë ka mirësi dhe urtësi se sa që ka dom. Thot Allahu: "Dhahara al-fasadu fil barri wal bahr bima kasabat aydin nas." Shtrregullimet, tërmetat, katastrofat janë shtu, janë bo shumë dita ditës. Fil barri wal bahr, në tokë edhe në det. Bima kasabat aydin nas. Allahu xheleshanu thot, shkaku që ndodh kjo, i është rezultati i veprave të njerëzve. Po mirë, Allahu subhanahu wa taala do me thonë, njerëzit bëjnë mëkate edhe sipas mëkatit i dënon Allahu xheleshanu. Asnjëherë mëkati, devijimi i njerëzve sot, nuk është i barabartë me dënimin e Allahut subhanahu wa taala. Njerëzit bëjnë shumë zullume vëllezër, shumë bëjnë gjëra të këqija. A mendojmë ne se edhe dënimi është i barabartë me ato? Jo, pse Allahu thot: "Liudhiqahum ba'da alladhi amilu la'allahum yarji'un." Allahu xheleshanu thot, vetëm ta shijojnë pak ta shijojnë dënimin, ndëshkimin e Allahu xheleshanu, la'allahum yarji'un, që ndoshta ato t'i kthehen Allahut subhanahu wa taala. Prandaj edhe ndonjë që është e keqe, diçka një fatkeqësi që i ka ndodhur njerëzve, edhe i ndodhën, nuk është ajo e barabartë me mëkatin që kanë bërë njerëzit. Pse thot Allahu xheleshanu: "Walau yu'akhidhu Allahu an-nasa bi dhulmihim ma taraka 'alayha min dabba." Sikur Allahu xheleshanu tamam barabart ti dënonte njerëzit, ti dënonte Allahu xheleshanu njerëzit,
aq sa bëjnë ato mëkate, si cilin ta dënonte Allahu xhelleshanu sipas mëkateve që bën. Që ka thot Allahu, ma taraka alejha min dabbe. Në tokë nuk do të kishte lënë Allahu xhelleshanu dikon që ecën mbi shpinën e tokës. Megjithatë vëllezër, Allahu subhanahu wa taala shiqoni sa fal. Njerëzit bëjnë mëkate, ne shohim katastrofa, shohim tërmete, zjarr e ujë që i mbit njerëzit. Allahu xhelleshanu thot, mos mendoni se unë i dënoj njerëzit krijesën time ashtu tamam sipas mëkateve. Se sikur thot Allahu, të kisha vepruar unë kështu në këtë mënyrë, nuk do të kisha lënë mbi shpinën e tokës gjallës. Do t'i kisha zhduk gjithë, për arsye se mëkatet janë shumë të mëdha. Muhamedi alayhis salam kur e ka fillu namazin shumë herë ka thonë prej duave, ne e dim subhanakallahumma wa bihamdika wa tabaraka ismuka, pastaj prej atyre duave që është Rabb Allahumma ba'id baini wa baina khataaya kama ba'adta baina al-mashriqi wal-maghrib, por edhe prej duave që Muhamedi alayhis salam kur e ka fillu namazin i thon duaul istiftah. Ka shumë dua. Nduket se kena cek një herë po shumë mirë se inshallah ngelet me vlezër. Omeri radiallahu ta'ala anhu ekstra ju ka shkrujt punëtorëve të tij në për vilajete duan e hirjes në namaz, dua në fillim çka bëhet, mas që merr tekbir. A dini cilën dua ju ka shkruajt Omeri radiallahu ta'ala anhu? Kush e mban mend që herën tjetër ka thonë? Subhanakallahumma wa bihamdika wa tabaraka ismuka wa ta'ala jadduka wa la ilaha ghayruka. Edhe Omeri ja ka shkruajt këto dhe ka thonë thonja këtë dua, bëhet fjalë kur falet namazi fars, është mirë më u thonë kjo. Për arsye se Omeri ka porosit. Por namazet tjera na file mund thush edhe duaja tjera. Për atyre që Muhamedi alayhis salam e ka bëu ka thonë wajjahtu wajhiya lilladhi fatara as-samawati wal arda hanifan musliman wama ana minal mushrikin inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin la sharika la wa bidhalika umirtu wa ana minal muslimin. Pastaj labbaik wa sa'daik wal khayru kulluhu ilayk. Prej duave, pasaj lebejk wa sa'dek wal khayru kulluhu ilejk. Lebejk, ti të përgjigjen a jarab, wa sa'dek, gjitha mirësi që prej te, wal khayru kulluhu ilejk. Dhe gjdo e mirë që vjen, është prej teje. Wa sharru lejse ilejk. Dhe me thonë, me atribut që sheri është i Allahut subhanahu wa ta'ala, pejgamberi alayhis salam sheri nuk është sheri prej teje. Pse nuk mundet Allahun xheleshanuhu me atribu që sheri, me atribu sherin Allahut subhanahu wa ta'ala nga edepi. Tune do të ceki vlezër do pika shumë janë me rëndësi. Allahu xheleshanu prej këtij tekstit duhet me ditë që të keqen nuk e zbret Allahu xheleshanuhu tërësisht, po pjesërisht, pak. Vetëm njerëzit kthehen, dikush të bone tobe, dikush të kthehet Allahut subhanahu wa ta'ala. Por disa herë i godet njerëzit ndonjë e keqe, duke qenaj në rrugën e Allahut subhanahu wa ta'ala. Ati i kujtohet, pa drejtësi nuk i kombojo askujt, hakun e tjerve nuk e du, nuk jam të bëjë mëkate, e adhuroj Allahun subhanahu wa ta'ala, prap i vinë këti disa herë sprova, i vinë një sprov, i vinë sprov tjetër. A i cilën nuk është rrugën e Allahu xheleshanu, Allahu dëshiron që ka tha, la'allahum yarji'un. Këto i bie, këto sprova, këto fatkeqësi që njerëzit t'i kthejnë Allahu xheleshanu. Për ki thot unës, elhamdulillah, e kontrollon ki veten e tij, e korrigjon, e pitën veten e tij çdo natë, a kombodën i mëkat. Prap Allahu xheleshanuhu i dërgon këti ndonjë sprov. Thot pejgamberi alayhis salam, Allahu xheleshanuhu kur robit të tij ja ka caktuar një derexhe në xhenet, ja ka caktuar një vend. Allahu xheleshanu dikujt thot ki do të jetë në xhenet shumë nalt. Por vepra çka i bën ki nuk arrin atje nalt. Sipas veprave, se vepra çka janë veprat? Hirja në xhenet mbanjament është me mirësinë e Allahut, hirja në xhenet. Po ngritja e derexheve është sipas veprave. E Allahu xheleshanu një rob e don, o i sinqert, dhe thot ki do të arrin atje. Por Allahu xheleshanu praposhi drejt. Për hatër, Allahu jo pse e du unë do ta çoj. Askush s'm përzihet mu. La yus'alu amma yaf'al wa hum yus'alun. Nuk ka drejt dikush me e pyet Allahun se vepron kështu. Ama Allahu xheleshanu ka drejtësi. Ki nuk e arrin atë derexhe. Çka bën Allahu xheleshanu i çon ti që kështu sprov pas sprove, që ki të bën e durim, Allahu xheleshanu edhe më tepër të adhurone,
që të arinë deregjen nalt, atje ku ja ka caktuar Allahu xhaleshanu, nëpërmjet kuj, nëpërmjet sprovave dhe nëpërmjet durimin që ki e bën. Allahu xhaleshanu vlezën mbani mend, diçka toleron dhe diçka nuk toleron. Gënjeshtrën, manipulimin, Allahu subhanahu wa taala nuk e toleron. A besoni se zullumin e toleron Allahu xhaleshanu dhe zullumi mund zgate gat 20 vite, 30 vite, 50 vite, edhe ma tepër. Zullumin e toleron Allahu xhaleshanu. Të dija çka ka? Të dija ka mirësi dhe urtësi shumë të madhe. Pse Allahu xhaleshanu gënjeshtrën, manipulimet nuk i toleron? A shihni me njeri qëtë për mjedani, renat, dردhinat, deri sa i tha dhe Muhamedit a.s. Walau taqawwala alejna ba'd al-aqawil la akhadhna minhu bil yamin thumma laqata'na minhu al-watin fama minkum min ahadin anhu hajizin. Për Muhamedin a.s. tha, sikur ki të tërillonte diçka për mu, shtonte diçka që unë se kam thonë për Muhamedin a.s. Ka zbrit kja jetë e Muhamedi a.s. i shton edhe një fjalë, apo dhe një fjalë nuk e thot, nuk ka thot sahabeve, një fjalë e fshehen. Allahu thot do ta kapshi mat me fuqinë tonë. Pastaj arterien do t'ja kishim këput. Këto se toleron Allahu xhaleshanu. Pse? Se kjo i dëmton njerëzit nga rruga e vërtet. Allahu e ka cek një ajet në Kur'an, kur njerëzit do thonë ditën e gjykimit, do thonë sipas kuptimit të ajetit, pasi nuk kujtohet ajeti. Or Allah na trego ato di persona, Rabbena erina alladhejni adallana min al gjinni wal ins. Njerëzit do thonë ditën e gjykimit Allahut, or Allah, ne dëshirojmë të shohim ato di personat. Njëri është prej gjinve dhe njëri është prej njerëzve, që ato ishin shkak që ne devijum. A e dini kush janë këto di persona? Prej gjinve e dim kush është. Iblisi. Pse Iblisi çka boni? Njerëzve u aprishi akiden. Po prej njerëzve, kush është ai personi? Njerëzit sot, vëllezër, katastrofa më e madhe me çka është sot? Me dy gjëra. Me besimin, devijimin edhe me derdhjen e gjakut. Ai është djali i Ademit. Njëri prej atyve thot, e ka pas ai që vrasi, e ka pas emrin Kabil. E njerëzit ditën e gjykimit do t'i thonë Allah, do na t'i shohim të di persona, të di krijesat. Njëri është prej gjinve dhe njëri është prej njerëzve që këto na devijojnë neve. Iblisi çka u bë? Iblisi u bë shkaktar që njerëzit devijojnë. E kundërshtoi Allahun subhanahu wa taala. E biri i Ademit u ala njerëzve trashëgimi, cilën ja ula njerëzve trashëgimi vrasjen. Edhe sot çka ka? Ka vrasje të mëdha. Do thonë çdo ditë ka vrasje. Thamë Allahu xhaleshanu renat, manipulimet nuk i toleron. I toleron pak, pastaj i qet Allahu xhaleshanu për mjall. Dikush thot po mirë, zullumin pse Allahu xhaleshanu e toleron? A shikoni vëllezër sot ka zullum. Kan thonë dietarët, sikur me pas 60 vite zullum. Do me thonë shtypje. Mos me pas shumë liri, ose mos me pas hiç liri. Ma e mirosh se sa me qëndron një ditë pa imam, do me thonë pa udhëheqës. Përse Allahu xhaleshanu prap thena e toleron zullumin? Për arsye Allahu xhaleshanu kur shef se nëpërmjet zullumit ka pak më tepër dobi se sa pa zullum, e lejon Allahu xhaleshanu zullumin le vazhdon. Pse? Ka zullum, ka pa drejtësi, ama çaj zullumi, çaj diktatura, një numër të madh njerëzve, çka? Ajo ja ulën kokën. E Allahu xhaleshanu e di thotë që këto njerëz, nëse nuk kishin që këtë lloj diktaturë, do të prisheshin, do të bojshin fesate, do të dershin gjak e kështu me radhë. Dhe Allahu xhaleshanu e le zullumin deri kur? Derisa njerëzit të vedisohen, derisa njerëzit të arrin të bëhen më shumë numri i njerëzve se sa zullumi. E atëherë Allahu xhaleshanu e largon zullumin. Prandaj shumë herë diktatura është shumë më e mirë se sa kaosi. Ka vëlla diktaturë, ama sicili e din çka, sicili e din ku është kufini i tij. Ka diktaturë. E Allahu xhaleshanu shumë herë edhe ka raste plot. E le këtë çështjen zullumin. Deri kur? Derisa numri i njerëzve të bëhen më shumë se ato zullumqtarët, atëherë Allahu xhaleshanu ja largon zullumin. Pse? Kan thonë të parët, kan thonë dinja se çdo herë kur njerëzit shpikin mëkate, i shtojnë mëkatet, Allahu ju çon atyre një diktator më të madh.
kur i shtojnë to akoma mëkatet, bëjnë akoma më tepër vepra të këqija, Allahu xhaleshanu sjell një diktator hala më të madh, se nuk mund të jetë ai diktatori te njerëzit e mirë, te njerëzit që i frikojnë Allahut subhanahu wa taala. Për nga zullumi çka ka dobi tjera? Ka sabër. Besimtarët bëjnë sabër. E lutin Allahun, shtohet vallahi shtohet ibadeti më tepër. Friga Allahut shtohet më tepër. Edhe urtësia më e madhe çka është thot Allahu liyamiz Allahu al-khabitha min at-tayyib. Ta ndane Allahu xhaleshanu atë mirin nga i keqi. Kur ka kështu çështja njerëzit çka bëjnë? Kur ka diktaturë, njerëzit ndahen dy pjesë. Ato të mirit janë duke bë sabër, janë duke këshillu, ato të këqit, ata më njëherë çajnë kokën edhe ju ndihmojnë zullumqarve. Nëse nuk janë këtë situata, kur do ta dish ti se kush ai mirë, kush ashtu? Pejgamberi alayhi salatu wasalam, mos i urdhëronte për shembull sahabët, do të ketë do të shkojmë në luftën e Tebukut, se romakët përgatiten. Ati u shpalun kush? U shpalun munafikët. Kur edhe në rrethon Medinën, kjo në realitet ishte diçka e madhe, por munafikët i kërkuan leje pejgamberit alayhis salam, ja Rasulullah, bën me na leju me shku në shtëpi, njëri kom gruan, s'mund tjetri ku ta di unë. Pejgamberi alayhis salam i thonte shkoni. Prandaj edhe kjo çështje ka me të vërtet një urtësi të madhe. Çka është urtësia, çka e ceka? Urtësia është se Allahu xhaleshanuhu njerëzit i dallon di grupe. Njerëzit e mirë, të devotshëm, ata që i përkushtohen Allahut subhanahu wa taala dhe i dallon ata të tjerët. Tema tjetër vëllezër çka vjen është temë shumë më e gjerë, prandaj sot do ta mjaftojmë me këtë temën e mira dhe e keqja. E mira është prej Allahut subhanahu wa taala në tërësi, e cila i mbulon gjithë. Kur bie shi, kur bie bereqet, Allahu xhaleshanu i përfshi gjithë njerëzit. Por e keqja nuk mundet keqen t'ja atribojmë Allahut se sherri është i Allahut. Përsëri Allahu xhaleshanu edhe kur lëshon diçka e cila tek njerëzit shihet si sherr, ati ka Allahu xhaleshanu e ka për qëllim më tepër urtësinë, e ka më tepër për qëllim mirësinë dhe e ka kthimin, pendimin e njerëzve t'i kthejnë rrugës Allahu xhaleshanu. Edhe tjetra, asnjëherë Allahu xhaleshanu nuk i dënon njerëzit sipas mëkateve çka bën. Mëkatet që janë shumë më të mëdha, për dënimi Allahu xhaleshanu është pjesërisht. Subhanakallahumma bihamdik, ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk.